5 filma të këtij 2025 që lam mbrapa, që kanë gjithë potencialin e duhur për të bërë një kult i vërtet për vitet që do të vinë. Filmi i parë që sjell është filmi i një regjizori që dua shumë, Edgar Wright. Ka një sarkazëm, një ironi të thellë, të hollë, goditse në të gjithë filmat e tij. Regjinë e ka hibride, e ka të përzier. Ka dy personazhe që gjithmonë dy bashkëpunëtor fiks gati në gjithë filmat e tij, që është Simon Pegg dhe Nick Frost, duoja e paparë e këtyre dy aktorëve anglez. Në këtë film Wright së bashku me Stephen King na sjellin një vizion të egër të një të ardhmeje me një shoqëri që e kërkon spektaklin me çdo lloj kushti. Dhe komenti sociopolitik që ka brenda regjia e Wright, kjo besoj që do ta bëjmë me të vërtet kult këtë film në të ardhmen. Filmi i dytë është Weapons, i Zach Cregger. Është pritur pafund ky film në këtë vit, sidomos në fundin e vitit 2025 që lam mbrapa. U prit shumë sepse ndërkaq ishte komplet produksioni me në krye regjizorin të filmit Barbarian, që ka bërë buj për një lloj zhvillimi shumë të veçantë të këtij filmi horror. Normalisht edhe për mesazhet dhe edhe moralin që përmbante. Por kryesisht me mënyrën se si e përcjell këtë Zach Cregger. Dhe të njëjtën gjë personalisht do të thoja akoma edhe më bukur, akoma edhe në mënyrë më të hollë, më elegante, më të sofistikuar e sjell pikërisht e Weapons. Zach Cregger bën një lloj horrori, sidomos te ky film koral, epik, shumë misterios. Dhe janë gjithë këto elemente që bëjnë që ky film me të vërtetë të futet të bëhet një kult, ashtu siç u prit, ashtu edhe u përcoll, ashtu edhe u vlerësua. Kështu që pritet me të vërtetë që edhe në vitet që në vazhdim të jetë të shohim se çfarë lloj prodhimtarie tjetër do të ketë Cregger, ama deri tani besoj që ky është filmi kult i tij. Pastaj vjen Sinners. Sinners, Mëkatarët i Ryan Coogler, që me të vërtetë sjell një lloj horrori që në fakt edhe horror totalisht nuk është, sepse është një miks i shkëlqyer mes horrorit, dramës, historisë afroamerikane, përfshin gjëja që ishte më e papritur dhe më interesantja, sidomos për njerëz që bluzin e dashurojnë, elementet dhe kultura e muzikës blues në këtë film. Do të kisha thënë që është gati në kufit e një kryevepre ky film. Ka një fotografia, nuk dua të futem në detaje sepse kjo është një listë e shkurtër për të filluar këtë vit të ri, por normalisht duke rikujtuar tashmë, më ka lënë mbresa të veçanta. Nuk e prisja absolutisht. Nuk e prisja që do të ishte kështu, nuk e prisja atë vibe-in me të vërtetë sjell frymën e viteve 30 në të cilën zhvillohet, pastaj ka edhe një lloj takimi në momentet e fundit me kohën ku jetojmë. Me të vërtetë që ky film kishte shumë brenda, po të gjitha të goditura shumë bukur. Dhe absolutisht në asnjë moment, pavarësisht të gjitha këtyre elementeve ishin në funksion të linjës, jo vetëm të moralit, jo vetëm të mesazhit, por edhe të horrorit. Një lloj horrori me një stil të viteve 90 që ka kohë që nuk e ndjejmë, nuk e shohim. Është modernizuar shumë horrori i sotshëm. Ndërkaq që filmat e vjetër e sillen në mënyrë pak më të pastër, pak më viscerale. Edhe ky lloj Sinners i Coogler e ka. Kështu që kjo është një gjë që së bashku me një fotografi, me një kinematografi të përgjithshme që ka filmit të mrekullueshme, është një film që nuk duhet lënë absolutisht pa parë. Bile kush nuk e ka parë, mendoj që duhet ta fillojë 2026 pikërisht me shikimin e këtij filmi. Kush e mban mend me filmin Paraziti? Dhe çfarë duhet të themi, është një fantashkencë, në këtë rast është një fantashkencë filozofike, e mrekullueshme, ashtu sikur se Parazit të rrinë në mend për gjatë, për hir të temës që trajton, me një Robert Pattinson që për herë më shumë tregon që është me të vërtetë një aktor kalibri. Çfarë mund të themi? Ideja në qendër është a mundet të ketë shpirt njerëzor një klon?
Edhe së fundmi mendoj që Frankenstein i Guillermo del Toro ka absolutisht gjithë potencialin për të bërë një kult. Një Frankenstein i pasqyruar me të vërtetë si një poezi gotike nga mjeshtri del Toro, me një bukuri, me një perfeksion detajesh për të treguar shumë mesazhe, shumë elemente në këtë film. Edhe në bazë do të kisha thënë, le të marrim që të mos zgjatem shumë duke qenë se i kam kushtuar komplet një hapësirë të veçantë këtij filmi, por aman marrëdhënia e monstrës me krijuesin. Nëse kinemaja nuk është thjesht për të kaluar kohën, por si një pasqyrë e vërtetë e jetës sonë, këto 5 filma ja realizojnë gjithë misionin që kam. Gëzuar 2026.